Moderatorja bukuroshe Kiara Tito ka vendosur të ndajë me ndjekësit e saj edhe më shumë momente të veçanta nga pushimet që po kalon së bashku me bebushen Luna Mari. Në 2 fotot më të fundit që ajo ka publikuar në rrjetet sociale shfaqet e qetë dhe e lumtur, duke mbajtur vogëlushen në krah dhe duke shijuar atmosferën e mrekullueshme buz datit. Luna Mari, e veshur me rroba të lehta dhe plot ngjyra të buta që i shkojnë për 7 moshës së saj, shihet teksa sodit e mahnitur pamjet për rreth 1. Ndër fotot më të ëmbla është ajo ku vogëlushja ndalet për të parë perëndimin e diellit, duke i dhënë një emocion të veçantë ndjekësve që e kanë parë këtë imazh plot dashuri dhe qetësi. Komente të shumta janë mbushur me urime për Kiarën dhe Lunën, ku ndjekësit e saj shprehen se sa shumë i admirojnë për thjeshtësinë, ngrohtësinë dhe dashurinë që përcjellin në çdo moment që zgjedhin të ndajnë. Kiara duket se e ka shndërruar këtë periudhë pushimesh në kohë të çmuar për të ndërtuar kujtime të paharrueshme me vogëlushen e saj, dhe çdo foto apo video që ajo publikon arrin të preki zemrat e të gjithëve, duke sjellë pozitivitet dhe ndjenja të mira. Me siguri këto ditë pranë datit do të mbeten ndër kujtimet më të bukura të tyre. Dhe ndjekësit e moderatores mezi presin të shohin çaste të tjera të ngrohta e të sinqerta nga kjo familje e dashur. Me siguri këto ditë pranë datit do të mbeten ndër kujtimet më të bukura të tyre, dhe ndjekësit e moderatores mezi presin të shohin çaste të tjera të ngrohta e të sinqerta nga kjo familje e dashur. Nuk ka dyshim se Kiara Tito e ka kthyer çdo moment me Lunën në një festë të vogël dashurie dhe gëzimi, duke sjellë tek të gjithë ata që e ndjekin një shembull të bukur të lidhjes së fortë mes një nëne dhe vajzës së saj. Këto foto të publikuara nuk janë thjesht imazhe pushimesh, por janë dëshmi të lumturisë së tyre të sinqertë, të thjeshtësisë dhe të vlerave që Kiara përçon çdo ditë përmes mënyrës se si po rrit Lunën në dashuri dhe kujdes. Kjo periudhë pranë datit nuk është vetëm një arratisje nga rutina e përditshme, por një mundësi që Kiara dhe Luna të forcojnë edhe më shumë lidhjen e tyre të veçantë dhe të krijojnë kujtime që do t'i shoqërojnë për gjithë jetën. Me siguri ndjekësit e tyre do të vazhdojnë të jenë kurioz e të emocionohen nga çdo detaj i ri që Kiara do të ndajë nga këto ditë të mbushura me diell, buzëqeshje dhe dashuri.